Është një vit në fakt që nisi me arrestimin e kryetarit bashkisë, Veliaj, në detyrë, apo jo, mos gaboj, dhe pam se si dosja 5D nga njëra anë dhe ajo dosja e Veliajt dhe bashkëshortës së tij nga ana tjetër, pam se si na e shkërmoqi atë idenë e institucionit të bashkisë të Tiranës, dhe tani në fund pam se si u shkërmoqi gjithë ideja e qeverisë dhe institucioneve kyçe, siç ishte i Akshit. Ndërkohë, në mes të këtyre ngjarjeve, ne kemi pasur edhe zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, ku qeveria jo vetëm që nuk mori ndonjë mesazh nga qytetarët frenimi, por i rriti mandatet dhe i çoi në 83 me mënyrat e njohura tani se si bëhen zgjedhjet në këtë vend dhe se si mund të inxhinierohet rezultati. Çfarë do thot kjo? Çfarë është kjo kontradikt ku ndërkohë që gjithçka del në shesh dhe hapur, rriten mandatet qeverisë në mandatin e 4 të saj? Tani raporti i OSBE-u hodhi poshtë gjithë propagandën e rritjes së mandateve. Raporti tregoi qartë, proç që zgjedhjet në këtë vend nuk janë të lira. Ktu përdoret administrata, përdoren buxhetet e shtetit, si me rastin e pensionistëve që do i jepen ndonjë bonus, nuk e di se mbaj mend shifrën 100 milionë euro diku, domethënë jepen nga buxheti i shtetit, bëhen premtime 2 ditë para zgjedhjeve, përdoret gjithë administrata për sistemi patronazhist, të gjitha mënyrat e mundshme të një vendi jo normal demokratik. Kështu që këtu blihet vota në mes të ditës, pa u trembur syri, blihet varfria. Dhe ajo që ndodh është që kemi një rritje mandate edhe për fajte të sistemit zgjedhor, le të themi. Nuk është vetëm çështja që është përdor gjithë aparati shtetëror burokratik në funksion të zgjedhjeve, manipulimet e votës, por edhe për fajte të sistemit zgjedhor. Janë disa faktorë që u vund. Por ajo që ndodh edhe ka një problem tjetër shqetësues që më shqetëson mua që populli mendon se vota mund shkojë dëm dhe nuk mobilizohet, nuk ka një mobilizim qytetar në shërbim të votës, edhe u ka pak kënaqësi. Pra, në çdo vend normal do kishte një mobilizim qytetar për të ndëshkuar qeverinë ke qeverisjen. Gjë që nuk ndodh, sepse qytetari thjesht shqiptar ka humbur besimin se me votën mund të bëjë ndryshimin. Këtu jemi tani tek analiza e shoqërisë dhe qytetarit. Çfarë ndodh? Sepse kemi shoqëri pak paralizuar. Të paralizuar si të mpirë dhe nuk besojnë tek ndryshimi. E vërteta se ndryshimi vjen dhe qoftë, ka treguar rastet në gjithë zgjedhjet, në gjithë sistemet politike dhe me një vot të vetëm mund bëhet ndryshimi. Mos shkojmë shumë larg domethënë rastet që kanë ndodhur, por mjafton të shohim rastin e Kosovës, ku pati një mobilizim qytetar, qytetarët u ndjen të lirë për të votuar, jo nën presionin e administratës, e sistemit patronazhist. Edhe ndodhi që ndodhi, pati një proces shumë normal ku zgjedhjet u reklamuan, le të themi që fitoria u vendos një ditë, pra përfundimi i zgjedhjeve një ditë më pas, nuk pati asnjë aksident, ndërkohë që ne asistojmë për vitesh me një problem, domethënë zgjedhjeve ku çdo vit, ku çdo herë kontestohen. Pra nuk kemi asnjë zgjedhje normale në këtë vend. Dhe kjo është ajo presion që do bëjmë ne si shoqëri civile, si aktivistë, si qytetarë të tjerë, që të kemi procese